Faleminderit kryetar, dua ta shfrytëzoj rastin këtu që të flas si deputet për t'ju përgjigjur me ndonjë disa çështjeve që u ngritën nga deputetë të ndryshëm, por po filloj nga kjo që më tërheqi vëmendjen së pari që as grupi parlamentari PDK-s si grup e as grupi parlamentari AKR-s, pra koalicioni qeverisës nuk patën qendrim të grupit. Pra nga PDK-ja i dëgjuam 3 qendrime të deputetëve, njëri i shfaqur nga zoti Shajp Muja, pastaj nga zoti Halit Krasniqi dhe e para që ishte deputetja Justina Pula Shloka, po nuk to asnjëri prej tyre të paktën nuk e thanë që e kanë qendrimin e grupit. Dhe pastaj u kërkua që të harmonizohen qendrimet pra me grupe tjera. Po qendrimi i grupit të PDK-s në këtë rast ke kontradiktor mendojnë mes dy deputetëve. Për shkak se deputeti zoti Shajp Muja kërkoi që të konsultohet edhe AKM-ja, pra që të presim deri në të ardhmen ta shtyjmë këtë çështje, ndërkohë që pastaj Halit Krasniqi tha që të kthehemi në 1878 në mos u keq kuptova, pra nuk ishte dakord me periudhën ose ta zgjatë atë më thellë në histori. Por që nuk po them se nuk ka drejt, po vetëm po them që është qendrim kontradiktor i grupit. Tash me cilin grup të mirëmi vesh ne për rezolutën. Pra cili është grupi në këtë rast e ju, se s'po e di. Çështja tjetër ishte se pra ju referuam prap e dëgjuam këtë ndërhyrjen në gjyqësor, po tash nga deputetët e SLS-s, jo nga këta të PDK-s çuditërisht, dhe dua të them vetëm një gjë që është mandati deputetit edhe i kuvendit përgjithësi në demokracitë parlamentare, duke pas mandatin ekskluziv të ligjvënies, ti diskutoj ligjet edhe miratimin e tyre, apo mos miratimin e tyre. Pra nëse bën diçka kuvendi për herë ndërhyn në sistemin juridik të vendit përmes ligjeve apo jo, rezolutave tjera e dokumenteve dhe akteve tjera të cilat kanë njëherë kanë edhe fuqinë ligjore, pra që vendosin rrethona të reja juridike në terren. Pra është punë e kuvendit me ndërhyjë në sistemin gjyqësor. Po ti thuash kuvendit mos ndërhyjë në sistemin gjyqësor, po jo në vendimet e gjyqësisë, po flas prap, po në rregullimin juridik, ligjor të jetës politike, publike dhe shoqërore, atëherë është ti thuash kuvendit që mos je kuvend. Pra nga ne po kërkohet, tash e disa herë këtu në Kosovë, që të mos jemi kuvend. E nëse ne nuk jemi kuvend, atëherë nuk e di se çfarë do të mund bëhemi. Pra pse mblidhemi ne këtu? Çfarë bëjmë se tash bisedat të kënaqshme nuk kemi pas ndonjëherë, nuk mund të kemi. Pra ne mblidhemi këtu për ta bërë kuvendin kuvend, që të miratojmë ligje, që të miratojmë rezoluta dhe me këto, pra, të shprehim mendimet tona, qëndrimet tona, jo unanime, po të përbashkëta të shumicës së deputetëve për çështje të caktuara, gjë që është edhe kjo që po e diskutojmë sot, pra. Është një çështje e caktuar për cilën kuvendi është mbledhur dhe është ftuar që ta votojë një rezolutë me cilën do ta marrë një vendim. Dhe kjo rezolutë e tillë, e cila është prezantuar nga ne, nuk është një diçka që nuk ka ndodhur në Kosovë. U përmendur nga në vitin 2003, pra edhe kuvendi atëhershëm i institucioneve të përkohshme të veçqeverisjes e kanë nxjerrë një rezolutë me të cilën anulohen të gjitha ligjet dhe vendimet diskriminuese të Miloševićit të periudhës së pas 1989, pra në pas 22 mars të 1989. Dhe tash kjo rezoluta jon është vazhdimësia e asaj, për shkak se e konkretizon atë rezolutë në një çështje të caktuar, në vendimet e transformimit ose transferimit të pronës shoqërore që është bërë gjatë asaj periudhe. Pra tha këtu nga deputetët e SLS-s që të mos merremi me vendime politike karshi pronës për shkak se gjykata merret me to, po mirë transferimin e pronës pas 22 marsit të vitit 1989, kush e ka bërë? A e kanë bërë gjykatat? A e kanë bërë sipas ligjit? Apo ka qenë vendim politik i një pushteti i cili e ka okupuar dhunshëm Kosovën, që ka qenë pushteti i Serbisë së Slobodan Miloševićit. Pra nëse kuvendi sot edhe institucionet e Kosovës refuzojnë me ndërhyrje në ato vendime politike, të cilat nuk duhet të kenë legjitimitet në Kosovë, atëherë kuvendi praktikisht po i ndihmon zbatimit të vendimeve Miloševićit, madje edhe pas vdekjes së tij, që është një lloj absurdi i llojit vet. Pra kur shqiptarët e Kosovës, i gjithë populli i Kosovës, atëherë u patën organizuar në institucionet e veta, edhe politike, edhe të arsimit, edhe të shëndetësisë, edhe ekonomike, për ta refuzuar atë pushtim të Serbisë, përmes patdyshmërisë qytetare e formave tjera të zgjedhura atëherë, sot në Kosovën e pavarur, në Republikën e Kosovës, sot po i zbatojmë ato vendime që i kemi kundërshtuar atëherë.
Pra nëse që kjo është progresi, unë mendoj që, e se kësha bo ftesë, hajde të bojmë pak regres, pra të kthehemi në anën e kundër. Se pyetja këtu ushtru nga Liburni shumë mirë, pra pyetja kryesore këtu është pedim gjithë. Kjo Republike e Kosovës sot, edhe kjo kuvend i Republikës së Kosovës sot, a nje legitimitetin politik të kuvendit edhe Republikës së Kosovës në vetave, apo e nje legitimitetin politik të pushtimit të Miloševićit. Kjo është pyetja kryesore. Edhe në këtë pyetje besoj unë të gjithë ne duhet të përgjigjemi, pra për qëndrimin tonë, individual si deputet, por edhe si grupe politike që jemi këtu në kuvend. Pra cili pushtet është legjitim. Për shkak se nëse është pushteti legjitim ai i Republikës Kosovës, atëherë do ta njohim kushtetutën e asaj republike, referendumin gjithë popullor të organizuar atëherë, do ta njohim pastaj edhe kuvendin e asaj republike, rrjedhimisht do ta njohim edhe deputetin atij kuvendit të asaj republike, edhe kemi këtu njërin prej deputetëve zotin nënkretar Sabri Hamiti, që ka qenë në ato 2 legislatura, dhe pastaj do ta njohim natyrisht edhe përvojën e punës së sektorit të arsimit të asaj republike, të sektorit të shëndetësisë asaj republike, të fondit të 3%-shit, që ka qenë një formë tatimi për një buxhet dhe të institucioneve tjera. Ose, në të anën tjetër, do të njohim vendimet e Miloševićit, siç ka bërë gjykata ose dhoma e veçantë të gjykatës supreme, që e ka njohur legitimitetin e Miloševićit, për shkak se ja ka njohur vendimin e Miloševićit për transferim prone, edhe po e zbaton edhe sot. Pra çfarë duhet bëj Kosova? Kjo është pyetja për cilën natyrisht kuvendi duhet përgjigjet. Dhe rezoluta jonë nuk po them që je përgjigje krejt kësaj që e ngrita, po je përgjigje një çështje të saktuar, e cila është edhe e rëndësishme tash për shkak se është aktuale, po është edhe e rëndësishme në përgjithësi për shkak se administrimi i pronës është çështje shumë e rëndësishme e sovranitetit. Dhe këtu kemi të bëjmë drejt për së drejti me një çështje që do ta definoj Kosovën, nëse Kosova është vend sovran apo jo në të ardhmen. Pra, a administrojmë pronën shoqërore, publike, po edhe private, ne si Kosovë si shtet sovran, apo do të lejojmë që këtë pronë në administroj dikush tjetër. Ajo fantazma e pushtetit të Miloševićit që po i vije vërdall Kosovës edhe sot në të vendime gjykatës. Edhe një çështje tjetër. E përmendi edhe zoti Muja me shumë drejt, pra, në rregulloret e UNMIK-ut, që e kanë pasur në nivelin e ligjeve këtu në Kosovë. Veçanërisht ajo që e themelon Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit që është quajtur atëherë, e cila pastaj me ligjin e kaluar në kuvend trashëgohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Në atë thuhet shumë qartë që asnjë transformim i pronës së ndërmarrjes shoqërore që ka ndodhur mas 22 marsit të vitit 1989 nuk do të jetë i vlefshëm, nuk do të pranohet, nuk do të llogaritet si transformim i pronës. Dhe rrjedhimisht, po ashtu me atë rregullore dhe pastaj me tërë frymën legjislative që mbulon procesin e privatizimit, një gjë është shumë e qartë. Prona shoqërore në Kosovë, madje ajo është në Kushtetutën e Kosovës, do të privatizohet përmes një procesi të tenderit konkurrues dhe transparent, apo jo? Pra, këtu pyetja tash tjetër është për gjykatën. A kanë qenë këto ndërmarrje dhe a janë këto ndërmarrje pronë shoqërore? Dhe nëse këto ndërmarrje janë pronë shoqërore, atëherë cili ka qenë procesi konkurrues i tenderimit në të cilin kisha ortodokse serbe e Deçanit pas ka fituar në privatizim. Pra kur janë hapur këto oferta të privatizimit, cila ka qenë oferta më e shtrenjtë, me gjas pas ka qenë e Kishës, po cila ka qenë ajo e dyta që ta dim për sa parë është shit kjo pronë. Edhe ku do të shkojnë ato parë? A kanë shkuar në fondin e privatizimit? Për shkak se nuk lejohet me ligj me u fal prona shoqërore. Ajo duhet të shitet. Tash çmimin do ta përcaktojë dhe e ka përcaktuar se ka përcaktuar deri tash. Mirë apo keq, ai proces i tenderimit. Po këtu s'ka pas proces tenderimi fare. Tu nuk kemi çmim fare. Tu përfituesit nuk do të marrin 20%, s'kan çfarë më marr. Domethënë është bërë procesi i faljes së pronës, i cili është i kundërligjshëm me ligjet që përmendi edhe deputeti Zemaj, me ligjet pozitive sot në Kosovë. Dhe si tillë është detyrë e këtij kuvendi me e vlerësuar si të jashtëligjshëm këtë vendim të gjykatës, edhe rrjedhimisht me kërku që kjo gjykatë mos me marr ose mos me shkel ligjet e Kosovës. Për shkak se po thuhet që këtu gjykimin ose vendimin do ta merr përfundimtare merr gjykata. Dakor jam, çashtu do të më mbet, gjykata do ta merr. Po gjykata as më pak ka drejt me shkel ligjet e Kosovës. Pra nëse një gjykatë ose një gjykatës vepron në kundërshtim me ligjet e Kosovës, atëherë cila do të jetë instanca në Kosovë e pushtetit që do të merret me këtë çështje? Apo do ta lëmë që të gjithë ne të tjerë do të nështrojmë ligjen në Kosovë përveç gjykatësve dhe gjykatës. Pra do të jetë ky rregullimi shtetëror dhe juridik të Kosovës të cilën ne po duam ta zbatojmë. Po edhe unë ju bëj ftesë edhe një herë që ta votojmë këtë rezolut dhe përfundimisht
të merremi si institucion Kosovës me anulimin edhe pamundësimin e zbatimit të çfarëdo vendimi diskriminues të Miloševićit, duke e pas parasysh që pushteti i Miloševićit nuk ka qenë legjitim në Kosovë. Dhe në vitin 1999, me bombardimet e NATO-s,